Një ditë para nisjes zyrtare këtë të premte janë zbuluar detajet e rëndësishme rreth sezonit të tretë të reality show-ut Ferma VIP, një nga formatet më të përfolura të momentit në ekranin shqiptar. Sipas informacioneve të publikuara, është bëreditur një listë paraprake e personazheve që pritet i bashkohen këtij edicioni, si dhe emra që do të mbajnë rolet kyçe në drejtimin dhe komentimin e spektaklit. Formati këtë vit duket se do të sjellë një kombinim interesant figurash, nga fusha të ndryshme si muzika, aktrimi dhe rrjetet sociale, duke premtuar një sezon dinamik dhe plot surpriza. Ndër emrat më të njohur që do të bëhen pjesë e garës janë këngëtarët Jonida Maliqi dhe Soni Malaj, aktori Elvis Pupa, si dhe shkrimtarja Mimoza Ahmeti. Këto figura të konsoliduara në publikun shqiptar pritet të sjellin jo vetëm konkurrencë, por edhe momente interesante brenda fermës. Përveç tyre në listën e emrave që do t'i bashkohen kastit, përfshihen edhe personazhe të tjerë si Sara Karaj, Romir Zalla, Vanessa Sono, Adi Pulaj, DJ Rafaela, Blerina Bajko, Gona Sina, Gresa Sekiraqa, Beni Vacaj, Malbora Gura, Kuba, Fabiola Elezaj, Gjesi Loci, Akil Vardi dhe Indri Shiroka. Kjo listë e larmishme sugjeron një përzierje karakteresh që mund të krijojnë dinamika të forta brenda spektaklit. Një nga zhvillimet më të bujshme të këtij sezoni është rikthimi në ekran i Arbana Osmanit, e cila do të marrë drejtimin e Ferma VIP. Ky rikthim shënon një moment të rëndësishëm në karrierën e saj televizive, pasi ajo do të prezantojë një format që konkuron drejt për drejt me Big Brother VIP, spektaklin me të cilin është identifikuar për shumë vite dhe ku ka pasur sukses të jashtëzakonshëm. Ndërkohë, karriget e opinionistëve për këtë edicion do t'u besojnë disa prej emrave më të njohur të ekranit shqiptar: Angel Çkira, Armira Mevlani dhe Ermal Mamashi. Prania e tyre pritet të shtojë analizën, debatet dhe komentet mbi ngjarjet që do të zhvillohen gjatë spektaklit. Me një kast të pasur dhe me ndryshime të rëndësishme në drejtim dhe format, sezoni i tretë i Ferma VIP pritet të jetë një nga më të ndjekurit dhe më të diskutuarit në publikun shqiptar.